Kryeinspektori i përgjithshëm Dashner Sula në konferencën kombëtare për turizmin Adriatik 2026, që u zhvillua në qytetin e Durrësit, ka prezantuar masat dhe sfidat për garantimin e një sezoni turistik më të sigurt dhe më cilësor, duke u mbështetur në koordinimin institucional, sigurinë dhe zbatimin e standardeve europiane. Sula ka theksuar se prioritet mbetet mbrojtja e konsumatorit, siguria ushqimore, mbrojtja e mjedisit dhe respektimi i legjislacionit në fuqi, si dhe ka prezantuar disa masa dhe inspektime të zhvilluara. Gjatë sezonit turistik 2025, Inspektorati Shëndetësor ka realizuar 5.600 inspektime, krahasuar me 6.480 në vitin 2024, numri më i lartë inspektime rrethon kryesisht në rajonet Tiranës, Durrësit dhe të Vlorës. Po ashtu janë vendosur 4 gjoba dhe 226 paralajmërime, kundrejt 13 gjobave dhe 494 paralajmërime në vitin 2024. Mbrojtja e konsumatorit. Gjatë sezonit turistik 2025, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ka realizuar 739 inspektime, krahasuar me 608 inspektime në vitin 2024. Inspektimet janë përqendruar kryesisht në rajonet Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Po ashtu janë vendosur 27 paralajmërime, kundrejt 23 gjobave dhe 4 paralajmërime në vitin 2024. Për turistët dhe qytetarët, cilësia e shërbimit lidhet drejt për drejt me sigurinë e produkteve që konsumojmë, kushtet higjieno-sanitare dhe standardet që respektohen nga operatorët ekonomik. Çdo standard i respektuar në këto fusha përkthehet dhe më shumë besim, me më shumë siguri dhe më shumë reputacion për Shqipërinë si destinacion turistik. Një vëmendje veçantë duhet të kushtohet mbrojtjes së mjedisit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të territorit. Turizmi shqiptar është lidhur ngushtë me pasuritë tona natyrore. Sula theksoi se qëllimi i inspektimeve nuk është vetëm ndëshkimi i shkeljeve, por dhe parandalimi i problematikave dhe nxitja e respektimit të standardeve nga bizneset. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike, bizneseve dhe të strukturave inspektuese.